Deputetja Edona Bilali ka zgjedhur gjyshat dhe gjyshet e shtëpisë të moshuarve në Shkodër për të shtruar iftarin e parë në muajin e madhërueshëm të Ramazanit. Ajo ka përshëndetur të moshuarit në këtë muaj të shenjtë, duke falendëruar dhe përcjellur urimet, jo vetëm për ta, por edhe për stafin e shtëpisë të moshuarve që rrin për herë pranë tyre. Këtë herë zgjodha që këtë iftar të hajmë bashkërisht, është i pari që unë shtroj. Për mua jeni komuniteti më i dashtën. Ju jeni gjyshat e gjithë Shkodrës. Inshallah marrë mirë edhe të gëzoni me njerëz të ujtë zemrës edhe me këtë skuadër fantastike edhe të shtëpisë, të cilët e di që ju rrin 24/7 gati, bashkë me drejtorin krye që pavarësisht se është në mision gjithashtu shpirtënor, kena në Mek drejtorin. E di që dhe është shumë i përkushtuar, kështu që falenderim edhe për drejtorin, por edhe për vajzat, edhe për gjithë skuadrën që nuk është këtu sot. Bani një punë që Zoti ju shpërbleft. Të moshuarit kanë falenderuar deputetën jo vetëm për këtë iniciativë, por edhe për prezencën e vazhdueshme dhe për kujdesin që ka treguar për ta gjatë gjithë kohës, jo vetëm në angazhimin e saj si deputete, por si bie Shkodrës.